Në mbledhjen më të fundit të saj, qeveria ka miratuar vendimin që zyrtarizon dhënien e bonusit mujor për pensionistët në Shqipëri, të cilat do të nisin nga 1 janari 2026 si pjesë e paketës së mbështetjes sociale. Të gjithë pensionistët me vite të plota pune që kanë pension deri në 40.000 lekë do të marrin një bonus prej 1.800 lekësh shtesë në muaj. Ndërkohë pensionistët urban me pension të pjesëshëm dhe të ardhuar deri në 22.000 lekë do të përfitojnë një bonus mujor prej 800 lekësh. Pensionistët rural me të ardhuar deri në 18.000 lekë në muaj do të marrin shpërblimin prej 1.000 lekësh nga muaji i ardhshëm. Mbështetje financiare do të ketë për kategori të tjera. Invalidët do të përfitojnë bonus mujor prej 600 lekësh, ndërsa përfituesit e pensionit familjar do të marrin shtesë 700 lekë në muaj. Këto bonuse do të shpërndahen gjatë vitit 2026, ndërsa për vitin 2027 është parashikuar dyfishimi i vlerës së tyre. Po kështu Këshilli i Ministrave ka vendosur të shpërblejë në masën 15.000 lekë të rinj me rastin e festave të fundvitit familjet dhe individët që trajtohen me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, të verbrit, paraplegjikët dhe tetraplegjikët, si dhe ndihmësit personal të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar. Sipas këtij vendimi, përfitojnë mbështetje financiare familjet dhe individët që trajtohen me ndihmë ekonomike, fëmijët pa kujdes prindëror, të vendosur në familje kujdestare, personat me aftësi të kufizuar, individët përfitues të statusi invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, individët përfitues të statusit për statusin e të verbrit të ndryshuar dhe ndihmësit personal të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar.